Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Te kapitulli 6, vargjet duke filluar në fakt vargu 6 deri në 8. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemër të vet. Kështu Zoti tha: Unë do të shfaros nga faqja e dheut njeriun që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, te rreshajnorët, te zojtë e qiellit, sepse pendohem që i kam bërë. Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Ky është një nga fakt ai pasazhi që neve kemi dëshirë të dëgjojmë, vargu 8. Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Është interesante në fakt që gjithë secili prej nesh ka përgjegjësinë dhe kujdesin për njeri tjetrin. E ndërsa neve po adhurojmë Perëndin së bashku, unë desha t'ju kërkoj ndjes ose falje, qofse në një mënyrë apo në një tjetër, sjellja ime ka bërë juve që mos keni paqe me Zotin. Për në kohë të ndryshme, neve si njerëz, për shkak të emocioneve tona, për shkak të gjërave që na ndodhin në jetë, ne shpesh herë nxitohemi që të marrim vendive që mund të na ndikojnë jetën. Na ndikojnë edhe në këtë rast jetën e përjetshme. Ju kujtohet herën e kaluar neve u ndalëm së bashku tek Zanafilla kapitulli 4 vargu 9, kur neve diskutuam mos jam unë rojtari i vëllait tim, pra për kujdesje që ne duhet kemi për njeri tjetrin. Dashurinë, respektin, ndihmën që ne duhet t'i japim njeri tjetrit. Edhe për shkak të kësaj, neve shpesh herë ndodhemi në situata të tilla ku çfarë duhet të bëjmë. Ju sjell edhe një herë në vëmendje pra këtë çfarë ndodhi në atë kohë tek Zanafilla 6. Për shumë kohë Perëndia është kapitulli 6, neve do të shikojmë më vonë edhe Sodomën dhe Gomorën që Perëndia i shkatërron. Por Perëndia në këtë rast vendosi që ta shkatërronte të gjithë njerëzimin. Edhe çuditërisht vetëm Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Gjeti mëshirë në sytë e Zotit. U ka ndodhur ndonjëherë në situata të vështira, po të di unë, ju kanë kapur mat, le të themi, ose për një gabim apo një tjetër, ju jeni detyruar të kërkoni falje. Si jeni ndjerë në atë momente kur keni kërkuar mëshirë, falje? Shpesh herë neve si njerëz e kemi të vështirë të falim. E kemi në situata të ndryshme, në marrëdhënie të ndryshme, kur për shembull marrëdhëniet në çift ose në shoqëri, ka disa gjëra që ne e quajmë limit, apo jo, që deri këtu ishte. Edhe kur dikush kalon limitin dhe e kritikojmë dhe edhe ai e kupton ose ajo e kupton edhe kërkon falje, ne themi nuk ka thënë. Nuk e di, mund të mendoni në mendje situata të tilla apo apo jeni përballur në situata të tilla. Imagjinoni për një moment që ti ose unë ose në këtë situatë ku ndodhe kur dikush kërkon falje të tillë, ti të kesh dorën e Zotit që ta shkatërrosh gjithë njerëzimin. A do t'ishe ti në gjendje ta shkatërroje komplet njerëzimin? Dikush më tha, pse Perëndia e lejon? Edhe mund të përballeni edhe ju me këtë pyetje, pse Perëndia lejon të keqen në botë? Gjithë secili prej nesh ka zgjedhjen e lirë që të bëjë se çfarë të do. Dhe për shkak të zgjedhjeve të tona, neve mund të ndodhemi në situata të tilla. Mirë thash, ja të vendosim, shiko, në sytë e Zotit të gjithë janë mëkatar. Po. Atëherë
çfarë duhet bëj Zoti ti vrasi, ti shfarosi. Po ty, po mua unë do kërkoj falje Zotit. Po tjerët, a nuk kanë të drejtë që të kërkojnë falje Perëndis? Që të kërkojnë mëshirë Zotit? Noeu, po të shikojmë te kapitulli 5 prej ardhjen e Noeut, neve shikojmë që Noeu ishte nipi e Enokut. Në vargu 23. 22 thot mas lindjes së Methusalahut, Enoku eci me Perëndin 300 vjet dhe pati bija të tjerë. Kështu Enoku jetoi gjithsej 365 vjet. Pra Enoku eci me Perëndin, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete. I vetmi njeri që nuk pakon në Bibël ose me sa di unë që nuk përjetoi vdekjen. Perëndia e mori me vete. Noeu kishte, le të themi ato brezat, kishte si bie stërgjyshin e vet që ishte Enoku dhe ata le të themi e kishin transmetuar njëri tjetrit bindje ndaj Zotit, që se si të ecësh me Zotin, se si të shërbesh Zotin, se si ta adhurosh Perëndin. Edhe pikërisht për këtë sigurisht vargjet më vonë më thonë që Noeu ishte i drejtë në sytë e Zotit, pikërisht për këtë gjë sepse ai e jetonte një jetë të tillë. Jetonte një jetë që i sillte lavdi Zotit. Po ne, a jetojmë një jetë të tillë? A kujdesemi ne për njëri tjetrin, siç mësuam herën e kaluar? Në gjërat më të thjeshta, në gjërat më të vogla. Ne shpesh herë jo vetëm këtu, por edhe në shtëpitë tona e gjejmë veten tonë që burr e grua e thon, po pse unë do ta bëj këtë? Se punë për mua është kjo? Pse unë do ta bëj këtë? Pse punë për mua është kjo? A e keni dëgjuar, a e keni përsëritur këtë thënie? Se unë do merrem me këtë? Shpesh këtë lloj sjellje, këtë lloj qëndrimi ne pa dashur e pa kuptuar e sjellim dhe në kish. E them njëri tjetrit, kjo është detyra jote, kjo është puna jote, kjo është gjëja jote. Se unë do merrem me këtë. Perëndia na thot ne të kujdesemi edhe të shqetësohemi për të tjerë, të ndihmojmë të tjerë. Është si thuaç, është e vështirë që ti të sillesh mirë ose të sillesh le të themi me dashuri, me respekt, kur dikush të sillet keq. Ti kërkon që të sillesh me të njëjtën monedhë. Noeu ishte pikërisht në këto momente edhe Perëndia tek vargu 8 dhe themi dhe thuhet por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Pikërisht për këtë gjë, Noeu gjeti hir në sytë e Zotit dhe çfarë ndodhi? Dhe Perëndia i tregoi planin e tij. Kur i lindën çunat Noeut, ai ishte 500 vjeç. Jetoni shumë atëherë. Edhe Perëndia gjatë kësaj kohe i tregon dhe i thot, i flet Noeu dhe i thot planin e tij. Thot unë do ta shkatërroj të gjithë botën. Dhe çfarë? Ti do të ndërtosh një ark sipas këtyre përmasave. Dhe thuhet Noeu në Bibël, pra tek kapitulli 7, vargu 1, atëherë Zoti tha Noeut, hyr në ark bashkë me tërë familjen tënde, sepse pash se je i drejt para meje në këtë brez. Perëndia e pa që Noeu ishte i drejt. Perëndia e shikonte sjelljen e tij. Nga çdo lloj kafshë të pastër merr 7 çifte meshkuj femra, si dhe nga kafshët jo të pastra një çift mashkull dhe femër. Edhe nga zojt e qiellit dhe kështu me radhë. Vargu 6 na thot, Noeu ishte 600 vjeç kur mbi tokë ndodhi përmbytja e yrave. Pra kur hyri në ark edhe kur filluan shirat e rrëmbyesh. Thuhet që në histori të ndryshme ose sistemin neve dorëshkrimet të ndryshme që gjenden rreth, që datojnë rreth kësaj kohe, thuhet që në zonën ku jetonte Noeu nuk binte shi. Nuk e dim se sa e vërtetë është kjo, po në histori.
Edhe Noeu, për gjatë kësaj kohe që ndërtonte varkën, i fliste njerëzve, thoshte, Perëndia po vjen me zemërimin e tij e ndohur, sepse edhe ai do ta shkatërrojë gjithë botën. Po si do ta shkatërrojë gjithë botën? Do sjelli përmbytje të mëdha, do të sjelli shira të rrëmbyeshme, edhe njerëzit që qeshnin me. Sot e kësaj dite, neve sot, po themi Perëndia do ta shkatërrojë botën në fund. Do t'i dënojë të gjithë njerëzit. Perëndia ka sjellur arkën e shpëtimit që është Jezusi, edhe ne shumë njerëz sot na qeshin. Shumë njerëz zgjedhin që mos ta ndjekin Perëndin. Si ndiheni ju? Shpeshherë neve nuk na ndihemi siklet që të themi po shkojmë në kishë, ndihemi siklet që të themi që ne jemi pallëzuar, ku ta di unë jemi të krishterë. Noeu predikoi për 100 vjet. Unë shpeshherë e gjej veten të dekurajuar, ndërsa ndaj fjalën e Perëndisë predikoj, flas, shërbej Zotit këtu me ju. Edhe jo jo shumë njerëz zgjedhin që ta ndjekin fjalën e Zotit, jo shumë njerëz kërkojnë që t'i bindën Zotit, pak zohen. Edhe unë dekurajohem. Imagjinoni të ishit si Noeu, edhe unë bashkë me ju si Noeu, për 100 vjet të predikosh fjalën e Perëndisë, edhe të thuash, hajde hyni në arkë se po vjen zemërimi i Perëndisë, se po vjen përmbytje. Edhe kur ti shikon vetëm qeshje, përbuzje, sharje, ofendime, shtyrje, e kush e di sa herë do kenë tentuar që t'ja prishnin arkën Noeu. Ky është amendësimi, por ai vazhdoi. Edhe thuhet po kapitulli 7 që ai e ndërtoi arkën, edhe hyri në arkë. Edhe erdhi përmbytje. Po pyetja është kush hyri në arkë? Hyri vetëm pikërisht Noeu, djemt e tij edhe nuset e tij. Djemt ishin të martuar në atë kohë, por nuk kishin fëmijë, se këtu nuk thuhet. Noeu me gjithë shoqen e tij. Pra vetëm këta erdhën dhe hyn tek arka e Perëndisë. Pra të gjithë këto sharje, të gjithë këto ofendime, që të gjithë këto që neve mund të kemi gjatë kësaj jete, le të kujtojmë këtë moment. Përpara Perëndisë neve do të jemi gjithmonë. Nëse i qëndrojmë të drejtë. Vargu 8 na thot, më falni, vargu 1 kapitulli 7. Hyr në arkë, thot. Perëndia i dha urdhër shikoni diçka interesant. Perëndia i tha Noeu që ta ndërtonte arkën, kaq. Pastaj tha, hyr në arkë. Perëndia e lejoi, i dha të drejtën që të hynte në arkë, bashkë me tërë familjen tënde, sepse pash se je i drejtë para meje në këtë brez. Mund të ketë qenë dhe një kohë testimi, akoma më shumë për Noeu, ndërsa ndërtoi arkën, e ndërsa erdhi koha e përmbytjes. Po shumë njerëz nuk e dëgjuan. Dhe sot shumë pak do të vinë, shumë do të largohen, shumë do të dekurajohen. Shumë do kërkojnë që mos kenë më punë me kishën, me Zotin. Por ne duhet qëndrojmë me këto dy gjëra, mbani mend. Të gjesh hir në sytë e Zotit është bekimi më i madh që një personi, një njeriu mund t'i ketë ndodhur ndonjëherë. Nuk e di, kë do të quhenit juve bekim në jetën tuaj? Si e vlerësoni ju bekim në jetën tuaj? Kur jeni sëmur, edhe shëroheni. Apo jo, sepse ne bëjmë kërkesa për lutje të tilla. E themi faleminderit Zotit, gjeta hir, Zoti më bekoi. Kur nga ana materiale kemi mungesa, edhe Zoti e gjen një mënyrë për ta zgjidhur atë hall, atë problem, ne përsëri themi Zoti u treguai mëshirshëm, a? Nuk e di, mendojeni pak. Si e vlerësojmë ne? Si themi ne që Zoti më ka bekuar mua në jetën time? Në këto moment. Por bekimi më i madh është të gjesh hir në sytë e Zotit. Edhe Zoti të thot, hyr se je i drejtë. Edhe thot bashkë me familjen tënde.
Unë sa t'jem gjallë, t'jem me mishë me shpirt, e t'jem me kam me dure, t'jem me mendje në rregull, unë gjithmonë do përpiqem për familjen tim që të ndjeki Zoti. Çdo njeri, çdo pjesëtar i familjes time është i lirë ta bëj zgjedhjen e vet, por unë do gjithmonë do e kujtoj. Edhe për aq kohë sa Zoti më ka thirrur edhe më thërret këtu në Fier, unë të njëjtën gjë do bëj. Do i inkurajoj, do i sfidoj që të ndjekim Zotin. Që të thot Zoti, të gjejmë hir në sytë e Zotit, pra dy gjëra, hyr, sepse ti me bashkë me familjen tënde, sepse ti je i drejtë. Nuk ka fjalë më të bukura se sa dëgjosh këto. Nuk e di, masë në këto momente ne mund kemi halle, probleme dhe themi, ka kohë. Edhe në kohën e Noeut kështu ishte. Do vi Zoti, do shkatërroj, do përmbyti. Po. U ka rënë herë shi këtu. Edhe sot, do vi fundi i botës. Po. Kështu kanë thënë me kohën e vaj. Asnjëri nga ne nuk e di këtë gjë. Por Perëndia thot, përgatituni, qëndroni gati, se do thot, eja hyr, ose nuk gjete hir në sytë e Zotit. Ky është bekimi më i madh që neve kemi edhe dëgjojmë tek Perëndia. Kur Perëndia na thot ne, eja dhe hyr. Çfarë do të thot kjo për ne? Të gjesh hir në sytë e Zotit. Çfarë do të thot kjo për ne? Hyr, sepse ti je i drejtë. A kënaqemi ne në turma ose kështu kur bëjnë ato zgjedhje dhe përmendet emri yt ose nuk e di, edhe në përpunëra, në ku dhe jepen ato vlerësime. Të gjithë e kanë dëshirë, le të jemi të sinqertë. E kanë atë dëshirën që të përmendet emri për punën e palodhur. A nuk do të ishte bekim më i madh që ne do të përjetonim ndonjëherë që të kishim përpara Zotit edhe të dëgjonim këto fjalë. Hyr në arkën, sepse ti je i drejtë. Zoti na ka dhënë mundësinë që ne të hyjmë në arkë nëpërmjet Jezusit. Jezusi është arka ynë e shpëtimit. Mos e harroni këtë gjë.